qytetarëve të Republikës së Kosovës. Po. Së pari, qëllimisht, unë kam pritur fillimisht në takim kryesuesin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Edhe është e natyrshme që KQZ-si duhen sa më shumë kohë në mënyrë që ta organizoj sa më mirë këtë proces. Pra, natyrisht që KQZ-s nuk i përket me theksu data, me vendos ose me propozu data, nuk është kjo në kuadër të përgjegjësive tyre, por kur e kam takuar kryesuesin zotin Radoniqi, ka thënë sa më shumë kohë për Komisionin Qendror është aq më mirë. Dhe duke pasur parasysh që në takimin që sot unë pata, ishin pothuajse 80% të partive politike me kërkesën që 7 qershori është datë e përshtatshme për zgjedhje, vlerësova që është mirë, pra që ta caktoj datën 7 qershor, edhe sepse sa më shumë qytetarë është rëndësishme që të marrin pjesë në zgjedhje. Dhe tani kur jemi te procedurat, në zgjedhjet e jashtëzakonshme apo të parakohshme gjithnjë ato shkurtohen, nëse i krahasojmë me zgjedhjet e rregullta. Prandaj në këtë drejtim sa më shumë që ka kohë Komisioni Qendror, aq më shumë qytetarët e Republikës së Kosovës, edhe mërgata jonë, do të mund që ta ushtrojnë të drejtën e tyre. Prandaj këto janë arsyet. Sa i përket çështjes zotit Miftarin, duke t'u adresu edhe kjo pyetje, unë nuk do ta quaja shkarkim. Çdo kthim nga misioni diplomatik nuk është shkarkim. Në diplomaci ka emrime, ka kthime, ka rotacion dhe ka nevojë që shërbimi jashtëm të funksionojë sipas ligjit dhe nevojave të shtetit. Sa i përket pra zotit Miftari, procedura për lirimin e tij ka filluar në vitin 2025. Unë kam trashëguar një numër të madh lëndësh, pra në raport me këto çështje. Pra ato lëndi kam trashëguar nga presidentja Osmani dhe aty ku gjithçka është në rregull, raport me procedurat natyrisht që do t'i shtyej përpara dhe në këtë drejtim janë bërë 8 emrime, janë bërë 3 lirime dhe 2 riorganizime të misioneve konsullore. Kushdo që dëshiron informacione më tepër për këto, natyrisht që do të jemi të gatshëm që t'ju ofrojmë qasje. Sa i përket çështjes së kryeprokurorit të shtetit, kur kam pranuar dosjen e përzgjedhjes apo propozimit të Këshillit Prokural të Kosovës në raport me kryeprokurorin, e kam parë edhe një letër. Për mua ka qenë pazakont, në shpërputhje me ligjin. Letra ka ardhur nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit zoti Agron Çalaj. Pra zoti Çalaj i drejtohet presidentes Osmani në raport me këtë proces. Ta keni parasysh që ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit nuk ka të drejtë kushtetuese dhe ligjore t'i drejtohet presidentit për këtë çështje. Vetëm Këshilli Prokurorial. Ai është organi që ka përgjegjësinë kushtetuese dhe ligjore që të bëj propozime në raport me këtë çështje. Unë e kam analizuar dosjen dhe i kam kthyer letër Këshillit Prokurorial dhe kam konsideruar këtë proces të mbyllur. Prandaj Këshilli Prokurorial sa më parë duhet që të shpallë konkursin, por duhet sigurohet që procesi të mos jetë i kompromituar çysh ka ndodhur në të kaluarën, sepse asnjëherë nuk do të dekretohen persona që kalojnë përmes proceseve të kompromituara apo të përgatitura paraprakisht çysh ka ndodhur në të kaluarën. Prandaj sapo Këshilli Prokurorial ti përfundoi procedurat me rregulloret e brendshme për t'ia përshtatur këtij procesi në përputhje me ndryshimet ligjore, unë natyrisht që do të mirëpres pastaj që uroj që të mos jem në këtë pozitë, uroj që sa më parë të arrijmë ta zgjedhim presidentin, por megjithatë, presidenti i ardhshme t'i kryej detyrat raport me këtë çështje. A do të futem në garë për këtë vendos? Kryesia e vetëvendosjes do të përpiqem maksimalisht që të jem në përputhje me kushtetutën dhe me legjislacionin në fuqi. Si kryetare e kuvendit, si ushtruese e detyrës së presidentes, natyrisht e kuptoj rolin, por duke qenë që si me thonë mund të jem në garë, ndonse për këtë vendosin si thash organet e lëvizjes vetëvendosje, natyrisht që do të jem e kujdesshme. As pak e vështirë, duke qenë se për këtë çështje kam pasur mendim për këtë çështje. Unë disa herë kam folur për këtë çështje. Unë kur kam folur për këtë çështje nuk kam menduar që një herë do ta kem mundësinë që të jem ushtruese e detyrës së presidentit apo presidentes.
Kam pasur mendim për këtë çështje, fuqia politike, proporcionaliteti, përfaqësimi janë parime që nuk duhet t'i shkelim. Qytetarët e Republikës së Kosovës me 28 dhjetore kanë përcaktuar këtë, prandaj nuk është e vështirë, vetëm se duke qenë që kanë kaluar të gjitha afatet, duhet të jemi të kujdesshëm raport me përgjithësi që i kemi. Ata që thrasin që unë sa më shpejt veprojnë në këtë drejtim, e kanë gjykatën kushtetuese, le t'i drejtohen asaj, nuk e kanë herën e parë, e kanë herën e nuk e di sa. Po.